Kjo nën sapo ka lindur fëmijën e tretë dhe sikur dy të parët edhe këtë do ta ushqej me gji. Është fëmija i tretë. Edhe fëmijët e tjerë? Edhe dy tjerë me gji kam pas, tash edhe këtë me gjin do ta ushqej. Për ndryshe nga sot ka filluar java sensibilizimit të nënave të reja për rëndësinë e të ushqyerit me gji. Për këtë, përfaqësues të UNICEF-it, Ministria e Shëndetësisë dhe Komuna e Gjakovës organizuan një takim me çifte të reja për të diskutuar me ta për rëndësinë e gjidhënies. Kryetaria e Komunës së Gjakovës, duke u nisur nga praktika e vet, potencoi rëndësinë e të ushqyerit me gji. Dy djemtë e mi, tër vitin e parë të lindjes, kanë qenë ose janë ushqyer me qumshtin e gjirit në mënyrë që përkundrit angazhimeve të mia nuk i kam privu nga kjo e drejtë shumë e rëndësishme për fëmijët dhe për të ardhmen e tyre. Ajo që kam mund të them është se fëmijët mbesin më të shëndosh, që imuniteti i tyre është definitivisht më i forcuar, por gjithashtu edhe që raporti i nanës me fëmijën është për jetë, domethënë mbetet si një raport i afërsisë dhe i lidhjes natyrshëm. E përfaqësuesja e Ministrisë së Shëndetësisë Divizioni për shëndetin e nënës dhe fëmijës dhe shëndet reproduktiv shtoi se çdo herë më shumë po rritet numri nënave që po ushqejnë fëmijët e tyre me gji dhe ky fakt na gëzon. Rekomandimi i OBSH-s është që të paktën 6 muaj foshnja të ushqehet vetëm me gji, pa kurfar shtesë tjetër, pa kurfar pije, çajna apo diçka tjetër, po flas për foshnjë të shëndosha, po edhe të foshnjë të smura, sidomos ato që janë premature, shtrydhja e qumshtit të gjirit dhe ushqimi me anë të mënyrave tjera alternative si me sond, është mënyra më e suksesshme dhe më e mirë për të ushqyer me gji. Krejt kjo organizim u mbështet nga UNICEF, përfaqësues të cilit thanë se mbar bota është duke punuar në drejtim të mirëqenies së fëmijëve. Për mua posaçërisht është një nder i madh, është një kënaqësi me bashkëbisedu me prindrit. Po kështu, të gjithë së bashku organizuan vizitë në qendrën e lindjeve në Spitalin e Gjakovës, duke u dhuruar lehonave buqeta me lule të freskëta. Nga sot ka filluar java e të ushqyerit me qumësht të gjirit, duke konsideruar rëndësi të posaçme këtë formë të rritjes së të posalindurve.